A është e vërtet se nuk bën me ul në mes hijes edhe diellit? Domethënë një pjesë e trupit në hije, pjesa tjetër në diell apo gjysma në diell, gjysma në hije. E vërtet është që nuk bën me ul këtë lloj ulje. Kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shënuar tek Ibn Majah dhe të cilën e saktësojnë ulemaja për ty në Sheikh Albani, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu nga ulja e besimtarit gjysën e trupit në hije, gjysën në diell. Edhe domethënë edhe ka treguar që ose më ul kret në diell ose kret në hije. Thot për arsye fetare, thot se shejtani ulet apo qëndron në këtë formë gjysa në hije, gjysa në diell. Ndërsa nga aspekti mjekësor, dobit janë të shumta, kush don më detajisht mund të më kthy në për librat e mjekësisë për të kuptuar dëmin e kësaj lloj uljeje. Një prej tyre është përmend se trupi domethënë fillon me pas ndryshim mes vete, atë qelizat ose ku e diçka ose përgatitja e atij gjysa në diell, gjysa në hije nuk është njëjtë. Prandaj edhe namazin nuk lejohet gjysa në hije, gjysa në diell. Pra prej fillimit kur janis dal ose në diell ose në hije. Përveç nëse ti mo je lidh dhe ka lëviz diell dhe s'ki çfarë më bëj, tjetër është. Po është hyn kategoritë e harameve, themi më saktë se është diçka e papëlqyer apo urrëtur kjo lloj ulje.